kush rrezikon më shumë largimin nga shtëpia. Tensioni në shtëpinë e Big Brother VIP është thëritur ndjeshëm pas nominimeve të fundit, ku në televotim kanë përfunduar Seno, Lorna, Kristi dhe Selin. 4 që ndodhet tashmë në rrezik dhe njëri prej tyre pritet të largohet në spektaklin e radhës. Sipas diskutimeve brenda shtëpisë dhe reagimeve në rrjetet sociale, Seno shihet si banori më i rrezikuar për t'u eliminuar. Sjellja e tij gjatë ditëve të fundit, përplasjet me disa nga banorët dhe perceptimi se loja e tij nuk po bind publikun, e kanë vendosur në qendër të kritikave. Nga ana tjetër, Lorna dhe Kristi duket se kanë një mbështetje më të qëndrueshme, ndërsa Selin po fiton simpati për qëndrimin e saj të qetë dhe distancimin nga konfliktet e forta. Megjithatë, gjithçka mbetet në dorën e publikut. Televotimi është i hapur dhe çdo vot mund të ndryshojë fatin e banorëve, duke bërë largimin e kësaj jave të paparashikueshëm.